Rritja e turizmit në Tiranë po ndikon drejt për drejt edhe në tregun imobiliar, gjithnjë e më shumë qytetarët që zotërojnë 2 apo më shumë apartamente, po zgjedhin të mos japin më me qirafat gjatë, por t'i kthejnë në shtëpi pushimi për turistët përmes platformës Airbnb. Rrjedhimisht numri banesave që janë në treg për qirafat gjatë po vjen duke ulur. Reinaldo Pipiria, ekspert i tregut imobiliar, thotë se kjo formë sjell një fitim më të lartë, gjithashtu banesa e tyre përdoret vetëm për fjetje, kryesisht nga turistët. Kush ka pasur mundësi për të investuar në pasuri paluajshme, po themi shtëpinë 2, të 3, të 4, pra që ka parë si mundësi investimi dhe si mundësi biznesi, statistikat e 2-3 viteve të fundit, sidomos pas pandemisë, kanë treguar që ka preferuar gjithmonë më tepër ta japi për qira ditore dhe më pak për qirafa gjatë. Pse? Sepse në qira ditore e para të siguron një të ardhur që shkon 700-800 euro në muaj, të paktën për zonën e Tiranës. Mesatarisht prona me Airbnb përdoret gjatë gjithë vitit gjysmën e muajit, pra 14-15 ditë. Dhe ne dim që kur vinë turista nuk është se rinë aty 24 orë, por në shumicën e kohës e përdoren vetëm sa për të fjetur, pra nuk është se prona po përdoret intensivisht. Këtë tendencë e konfirmon edhe agenti pasurive të paluajtshme Arlind Veshti, i cili çdo ditë nga terreni sheh se si apartamentet për turist po zëvendësojnë ato për banor vendas. Në sezone, po themi jashtë sezonit të verës, normalisht ritmi bie dhe Airbnb aktive mund të jenë diku tek 3500 Airbnb aktive në Tiranë, të cilat variojnë nga çmimet, mund të fillojnë nga minimalja tek 25 euro deri në 47 euro le të themi. Por ka pas një rritje në vitet e fundit. Gjatë sezonit turistik ndryshon situata, për shembull për Tiranën ka kërkesë më të lartë, por ashtu dhe për jugun, dhe çmimet variojnë diku mesatarisht 57 euro, dhe kemi dhe raste ku ka Airbnb të, po themi, të luksit që shkojnë deri në 150 euro në ditë. Rritja e çmimeve është evidente dhe njerëzit cilët kërkojnë një apartament me një shifër le të themi të arritshme për sa i përket mundësisë sipas rrogave të Shqipërisë është edhe më i vështirë. Po le të themi zonat që janë brenda unazës së vogël është e vështirë të gjesh apartamente 900 euro për muaj. Airbnb po rrit fitimet për pronarët, por po e bën gjithnjë më të vështirë jetesën për qytetarët që kërkojnë të banojnë në Tiranë.